që Shqipëria është e sigurt, madje shumë e sigurt se shumë prej vendeve ku jetoni ju. Dhe këto në fakt nuk janë fjalët e mia, është përshkrimi që i ka bërë vendit ton në vitin 2025 udhërrëfyesi më i famshëm turistik në botë, Lonely Planet. Mjafton të referohemi fakteve dhe shifrave që janë shumë më kokëforta se çdo lloj perceptimi apo aludimi që mund të bëjmë këtu. 94% e zbulueshmërisë sa i përket veprave penale. E thënë ndryshe, në 20 vepra penale, 19 prej tyre zbardhen në kohë dhe autorët ndalohen. Po punojnë patjetër që të arrisim më tej. Janë 65.5 milion euro asete dhe pasuri kriminale të konfiskuara apo të sekuestruara. Nuk është e largët koha kur vlera e këtyre pasurive nuk i kalonte vlerën e pak milionëve. 0 turist të huaj viktima të krimeve të rënda në Shqipëri. Lajmi i mirë është gjithashtu dhe ulja e numrit të krimeve të rënda përfshi dhe numrin e vrasjeve me dashje. Në 9 muajt e parë të këtij viti, pra thjesht vetëm po t'i referohemi statistikave, u regjistruan 29 vrasje me dashje. Për krahasim, në vitin e lëm pas patëm 41 vrasje për të njëjtën periudhë. Dhe kjo nuk është një dhuratë që vjen nga lart, por rezultati i qartë i luftës frontale dhe pa kompromis kundër krimit të organizuar. Si dhe shumë e rëndësishme ka qenë dhe reduktimi i aksidenteve të rënda me pasoja fatale në rrugë me 17% ulje në krahasim me një vit më parë. Sa i përket krimit të organizuar dhe krimeve të rënda, Shqipëria ka shënuar progres të dukshëm në luftën kundër krimit të organizuar dhe krimeve të rënda. Vetëm në 9 muajt e parë të vitit 2025 u zhvilluan 1121 hetime proaktive me fokus krimin ekonomiko-financiar, trafikimin dhe narkotikët. Sa i përket pastrimit parave dhe goditjen e pasurive kriminale, vetëm nga SPAK gjatë vitit fundit u sekuestruan apo konfiskuan 65.5 milion euro asete kriminale. Gjithë kjo pasuri rikthehet në buxhetin e shtetit dhe vihet në shërbim direkt të qytetarit, duke financuar shërbime sociale apo programe të dedikuara për rritjen e sigurisë në komunitet. Sa i përket rendit dhe sigurisë publike, gjatë muajit janar-shtator 2025, pra 9 mujorit të parë të këtij viti, norma e zbulimit të veprave penale është mbi 95%, numri i vrasjeve me dashje, siç e theksova edhe më parë, është në minimumet e tij, është reduktuar nga një mesatare prej 2 vrasje në javë, me cilën e gjetëm Shqipërinë në një mesatare prej 1 vrasje në 2 javë. Është përsëri shumë, por shumë më pak, pothuajse 4 fish më pak se një dekadë më parë. Shpërbërja e grupeve kriminale si dhe lufta pa kompromis ndaj krimit të organizuar është një ndër arsyet kryesore përse niveli i veprave të rënda penale në vend është reduktuar. Për të kaluar tek siguria rrugore. Nga muaji janar deri në muajin shtator 2025, edhe në këtë pikë ka një trend ulës prej 17% të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2024. Sigurisht që edhe monopatinat që i prekët si shqetësim janë një burim aksidenti shumë i madh, referuar shifrave të policisë shtetit janë mbi 1000 aksidente të ndodhura nga fillimi i këtij viti.